Me rastin e festës së Kurban Bajramit, gjatë ditës së sotme është zhvilluar therrja e kurbanëve si pjesë e një aksioni humanitar që synon të ndihmojë familjet në nevojë në mbar Maqedoninë e Veriut. Aksion ky që është organizuar nga Gjysmahëna e Kuqe e Turqisë në bashkëpunim me Kryqin e Kuq dhe organizatën kulturore humanitare Merhamet. Utkuhan Yıldırım nga Gjysmahëna e Kuqe tha se do t'ju dali në ndihmë 2300 familjeve në nevojë në kuadër të prerjes së kurbanit. Ai tha se pas shpërndarjes së kurbanëve do të rikthehen në vendin e tyre, por për të ndihmuar gjithmonë janë këtu në Maqedoninë e Veriut. Aileleri dhe sevdikleriyle. Ju përshëndesim juve të Shkupit dhe ju urojmë Bajramin. Këtë vit do të ndihmojmë rreth 2300 familje dhe persona që kanë nevojë për mbështetje në kuadër të prerjes së kurbanit. Do të presim 490 kurbane, të ofruara nga bamirës në Maqedoninë e Veriut dhe pas shpërndarjes së ndihmave do të kthehemi në shtetin tonë. Gjithmonë jemi këtu për Maqedoninë e Veriut dhe i falenderojmë sinqerisht bamirësit për ofrimin e ndihmës. Ndërkaq në deklaratën e tij për televizionin Shenja, Hoxha Ridvan Xhaferi thekson posaçërisht se mishi i kurbanëve do të shpërndahet në mbi 2000 familje, me fillim nga Kumanova dhe mëtej në rajone të tjera të vendit. Sipas tij, ky veprim simbolizon jo vetëm sakrificën dhe devotshmërinë që përcjell festa, por edhe vlerat universale të solidaritetit dhe ndihmës ndaj tjetrit. Ai po ashtu thekson se ky aksion vjen si dëshmi e bashkëpunimit të vazhdueshëm me shtetin turk, të cilët çdo vit janë të pranishëm me ndihma në vendin tonë dhe në shumë vende të tjera të botës. Sot jemi këtu me Gjysmahënën e Kuqe të Turqisë në bashkëpunim me Kryqin e Kuq dhe organizatën kulturore Merhamet. Një aksion të cilë është marrur për të ndihmuar me mish kurbane familjet në nevojë. Këtu do të përfshihen mbi 2000 familje, duke nisur nga Kumanova, thuaj se do të përfshihet gjithë Maqedonia e Veriut dhe këtu ne jemi shumë falendërues për Gjysmahënën e Kuqe të Turqisë, shtetin e Turqisë. Festa e Kurban Bajramit është një mundësi për të treguar solidaritet dhe përkujdesje ndaj atyre që kanë nevojë dhe më së miri këtë e tregoi edhe aksioni i sotëm nga Gjysmahëna e Kuqe e Turqisë në bashkëpunim me Kryqin e Kuq dhe organizatën kulturore humanitare Merhamet, nga ku përmes këtij veprimi u përcoll një mesazh i qartë që besimi, mirësia dhe ndihma ndaj njëri tjetrit janë vlera që na bashkojnë të gjithëve.